Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sigurisht që në opinionin publik një vëmendje të madhe përveç debateve që shkaktoi ligji për jurisprudencën, protestat, përdorimi i gjuhës shqipe, një ligj tjetër dhe një situatë tjetër që ka të bëjë me shqiptarët është dhe lidhet me ligjin për përfaqësim të drejtë. Ka tashmë në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut 2 iniciativa ligjore, e fundit erdhi nga Aleanca për Shqiptarët e Ziadin Seles. Por çdo të thotë kjo, çdo të thotë ky propozim ligj dhe nëse krahasohet me atë që e propozon qeveria, sigurisht që është më i mirë ose jo, dhe në fund të fundit, nëse ka 2 nisma ligjore për një qëllim shqiptar, ai dobëson kjo shqiptarët? Për këtë dhe më shumë, sot kam kënaqësinë që të kem në studio Elmi Azirin, deputet të Aleancës për Shqiptarët të zotit Ziadi Sela. Faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Dhe faleminderit që je këtu pas një heshtje, do të kisha thënë, apo se nuk e bër shpesh dalje në publik. Arsyet? Jo, unë natyrisht kam qenë prezent, po ndoshta kam qenë prezent më pak se në mandatin e kaluar, periudhë kur janë mësuar qytetarët me pa ndoshta çdo ditë aktiv. Gjërat nuk janë varë vetëm nga unë, sigurisht se dinamika e zhvillimeve në kuadër të parlamentit nuk varet vetëm nga unë. Ndodhit në përgjithësi me grupet parlamentare mundësia që ta jep ose ta kufizon në rregulloria e re e parlamentit, po megjithatë kam qenë aktiv në kuadër të parlamentit, po e vërtetë është se nëpër studio televizive mund të them 4-5 muajt e fundit kam qenë më pak prezent. Për këtë pjesë e kisha, se sigurisht ju shpresojmë që si deputet ta bëni punën tuaj dhe ja për këtë dhe do të flasim. Gjithsesi faleminderit që je këtu dhe dua ta filloj me një herë me këtë pyetjen që si e shikon gjithë këtë debatin Elmi Aziri, ku shqiptarët po duket që nuk janë në një front, ndoshta si asnjëherë tjetër pas marrëveshjes së Ohrit, dhe ja krijojnë nisma ligjore, krijojnë oferta ligjore të ndryshme, ndërkohë që qëllimi është i njëjtë. Si shikon këtë nga aspekti politik njëherë dhe nga aspekti i zhvillimit politik të shqiptarëve? Mendoj që me instrumente të ndryshme ose me cilësi të ndryshme të instrumenteve nuk mund të pretendohet qëllimi i njëjtë. Për shkak se përbërja struktura e propozimeve, e vendimeve, ta dikton edhe cilësinë e qëllimeve. Aleanca për Shqiptarët jo vetëm me këtë propozim ligj, po edhe me propozim ligje të tjera që i ka bë, ka dëshmuar se është e gatshme dhe është e aftë që çështjet të cilat i tangojnë shqiptarët në veçantë kohezionin ndëretnik në përgjithësi, zhvillimin e shtetit, i ka bë në mënyrë cilësore, i ka bë pa prejudikime, i ka bë në atë mënyrë që të rregullohet njëherë për gjithmonë çështja, gjithnjë në dimensionin afirmativ. Dëshmi për këtë është edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, të cilin Aleanca për Shqiptarët e kishte si kusht për formimin, respektivisht për dhënien e mbështetjes së Zoran Zaevit në atë kohë për formimin e qeverisë. Pikërisht për këtë arsye, për këtë arsye e bëra pyetjen e parë. Dëshmia e dytë ishte ligji për shtetësinë, të cilën Aleanca për Shqiptarët nga opozita, duke i shfrytzuar instrumentet që i lejon të rregulloria e parlamentit, filibasteringu në atë kohë bllokimin e parlamentit, ne realizuam një gjë të tillë dhe shumë qytetarë shfrytzuan atë drejt. Tash jemi te momenti kur ne propozojmë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ligj të cilën Aleanca për Shqiptarët në zgjedhjet e vitit 2020 e ka pas në program, ka qenë kauza e Aleancës për Shqiptarët, se qysh atëherë ne kemi deklaruar që çdo instrument dhe çdo mekanizëm përmes të cilit pretendohet të rregullohet një çështje, dhe duhet të ketë mbështetje ligjore, sepse nëse nuk ka mbështetje ligjore, me një vendim qeverisë ose me një vendim të ministrisë zhbëhet ashtu siç u bë
siç u zhbë balancuesi. Jo, çështjet e balancuesit kishte të bëjë me gjykatën kushtetuese, por nuk do ta diskutojmë këtë, sigurisht dua shumë ta diskutoj ligjin, edhe t'ua shpjegojmë qytetarëve në fakt se çfarë propozoni. Por pyetjen e parë pikërisht e lidha me këtë aspekt. Kur Aleanca për Shqiptarët e propozoi ligjin për gjuhët, apo si një kusht për të hyrë në qeveri, nuk kishte subjekt politik që nuk pranoi ose nuk e pranoi atë si ofertë. Pavarësisht interpretimeve, erdhi një moment politik me vonesë, se gjithë e thonë këtë ne e kemi pranuar, por erdhi një moment politik që u pranua një propozim nga më shumë parti, edhe filloi negociimi dhe u arrit te ligji që ekziston sot. Nuk mendon që shqiptarët sot, ose prap do ta bëj pyetjen, pse shqiptarët sot në Maqedoninë e Veriut nuk mund të bëhen bashkë me një propozim ligj? Nazim, unë natyrisht mund të flas në emër të Aleancës për shqiptarët dhe jam këtu për të mbrojt pozicionet e trashëgimisë politike të Aleancës për shqiptarët. Nuk mund të flas në emër të subjekteve tjera. Besoj se ne kemi dëshmu që Aleanca për Shqiptarët ka qenë edhe iniciatori krijimit të rrezës për bashkët partive politike pikërisht për këtë qëllim. Edhe para disa ditëve, kryetari i partisë zoti Zjadin Sela e ritheksoi nevojën për të njëjtën pikërisht për çështjet të cilat na tangojnë të gjithëve. Refuzimin e subjekteve tjera politike edhe për të rrezën, po edhe për mbështetjen të ligjeve cilësore dhe iniciativave cilësore që i bën Aleanca për Shqiptarët, sinqerisht nuk di si ta shpjegoj përpost që në rastin konkret që po flasim, patjetër do duhet politikisht të diskutojmë gjërat. Unë mendoj Nazim se për shumë çështje në konstelacionet edhe politike, po edhe numerike, qoftë të përbërjes demografike, po qoftë edhe të përbërjes numerike të deputetëve në parlament, besoj se çështje kruciale është legitimiteti. Besoj se është vendimtare, për shkak se neve na doket ndoshta vetëm si fjalë goje, të ndonjë qytetare, se ndonjë intelektuale, se kushdo qoftë që është përcjellës qoftë pasiv ose aktiv i rrjedhave politike, po të gjitha këto që po i përmendim, edhe dështimet, edhe mos koordinimin e qerë, unë vlerësoj se janë sekuenca të cilat burojnë nga mungesa e legitimitetit në përfaqësim. Për shkak se në momentin që nuk e merr për bazë vullnetin e qytetarëve, verdiktin e qytetarëve, dëshirën e qytetarëve, atëherë merr për bazë vullnetin, verdiktin dhe dëshirën e dikujt tjetër. Në rastin konkret është kryeministri Mickovski, i cili me një vendim e suspendoi vullnetin e shumicës shqiptare dhe bëri përzgjedhjen e një subjekti ose disa subjekteve politike për ndërtim të qeverisë. Unë mendoj që mungesa e legitimitetit i bën subjektet politike të ndrojtura, po të gjoj qëtër fjalë për momentin, i bën të ndrojtura për ta shpreh atë që edhe ata e mendojnë, të kthehemi te ligji. Nuk mund të më bind askush se çdo antar i vlenit nuk do të pranon që ligji të cilin e propozon Aleanca për Shqiptarët është i duhuri, është i nevojshmi, është i qelluari dhe është më cilësori për rregullimin e një ndër 4 çështje të bazë që dalin nga marrëveshja e Ohrit. Mos të harrojmë, marrëveshja e Ohrit kishte 4 shtylla. Një ndër ato ishte ligji për përdorimin e gjuhës, domethënë gjuha shqipe, ishte përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, ishte decentralizimi real fiskal dhe ishte amnestia për ish ushtarët të UÇK-s. Dhe tash ne në çfarë situate jemi? Ne jemi në situatë kur të kontestohet gjuha shqipe njëherë nga partia kryesore VMRO DPMNE e cila tash e udhëheq qeverinë, pastaj të
mohohet ose të kontestohet nga gjykata kushtetuese dhe tash po e shohim prej formimit të qeverisë është kontestu nga institucionet e vendit, e dim në për çdo institucione edhe tabelat ku kanë qenë edhe në gjuhën shqipe janë shmang. Dhe tash së fundmi kontestohet edhe e drejta për dhënien e provimit në gjuhën shqipe për provimin e jurisprudencës, dhe tash e kemi një situatë kur kemi një propozim ligj apo që ka ardhur nga ana e qeverisë i cili gjithçka është, vetëm ligj nuk është. Unë po e shoh, ta përfundoj idenë. Domethënë, unë po e shoh mungesën e legitimitetit si arsye se pse subjektet politike nuk kanë guxim, nuk kanë thojza të drejtë, kanë ndrojtje për ta thënë mendimin e tyre, sepse çdo kush i lexon këtë ligjin tonë që e kemi propozuar dhe ligjin e qeverisë, s'do mend se është shumë e qartë se cili ligj e rregullon realisht çështjen. Tani, do merremi me ligjin, po më duhet edhe një herë të ta bëj pyetjen. Ti je deputet prej kohësh. Ju takoheni atje me kolegët tuaj. Jashtë kuloareve, kur bie ky tensioni politik, cili do qofte edhe ai që ju e shpjeguat, nuk dominon rryma shqiptare për të thënë vëllezër, vërtebre ai ligj nuk është i mirë ose vërtet ky ligj është i mirë, hajtë si ta bëjmë më mirë këtë. A ka ikur aq shumë fryma e bashkëpunimit dhe dominon armiqësia saqë shohim dy propozim ligje për një qëllim. Unë po flas për ato që po i ndëgjojmë të gjithë, Nazim, për një retorik të cilën po e përdor subjekti politik i shqiptarëve që është një qeveri. Unë mendoj që është retorik kamufluese, jo retorik realiste, dhe ato për çdo vërejtje tonën, edhe në këto bisede, edhe në këtë drejtim, ato e kanë përgjigje, po çka ka bëu BDI për 20 vjet? Dëgjoj, subjektet politike bëhen pjesë e udhëheqjes së institucioneve për të bërë më mirë, jo për të krahasuar. Nëse diçka nuk ka qenë rregulluar në mënyrën më të mirë të mundshme, tash kjo nuk do të thotë se ju do duhet veproni edhe më keq. Për shembull, nëse ka pas keq përdorime të balancuesit si instrument dhe si mekanizëm, nuk është zgjidhja eliminimi i balancuesit, është zgjidhja interferimi, përmirësimi i elementeve të mekanizmi që kanë leju kësë përdorimin e një të tille. Domethënë, kjo është përgjigja kryesisht. E ndëgjojmë edhe publikisht që po çka keni bëju 20 vjet, po para 20 vjetëve ka qenë viti 2000, 2001, 2002, sot jemi viti 2026. Sot gjeneratat e reja nuk trajtojnë temat të cilat kanë qenë interesante dhe aktuale në vitin 2000. Sot jemi në vitin 2026, do duheshte të ndronë edhe mentaliteti, do duheshte të ndronë edhe konceptin mbi ndërtimin e shtetit dhe do duhet të ndryshonte çdo gjë. Fatkeqësisht nuk kanë përgjigje. Përgjigja e tyre është çka keni bëju ju për 20 vjet, pse se ka bëu BDI-ja për 20 vjet atë. E vërteta është se edhe ndaj qeverisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, Aleanca për Shqiptarët ka shprehë vërejtjet e veta në kuptimin e cilësisë së menaxhimit institucional, në kuptimin e cilësisë propozim ligjeve, por Aleanca për Shqiptarët ka dëshmuar se me propozim ligjet e veta, atëherë kur i ka ardhur mundësia, janë avancuar çështjet dhe janë zgjidhur në mënyrën e duhur dhe jo rastësisht. Janë 3 ligje të cilat i ka përmend Aleanca për Shqiptarët, i ka propozuar dhe një pjesë e ka realizuar, që bërojnë nga marrëveshja e Ohrit, që kritikohen dhe tentojnë të bllokohen qoftë nga gjykata kushtetuese, qoftë nga parlamenti, qoftë nga gjitha. Aleanca për Shqiptarët ishte edhe kundër regjistrimit popullatës të vitit 2001. Kemi fjalime në parlament, kemi argumente, kemi gjithçka dhe po e shohim që sot edhe ajo po kontestohet. Në këtë kontekst, për pjesën politike, edhe do ta mbyllim një herë këtu,
se lidhet pikërisht me këtë që po flasim. Nëse ka një atmosferë të tillë, ku klasa politike nuk e dëgjon njëri tjetrin. Shumë të shqetësimin më të madh të qytetarëve që unë e marr si gazetar është që ju ndërmjet veti nuk dëgjoheni, sepse ndonjëherë i thoni të njëjta gjëra ose të njëjta qëllime dhe për hir të shpjegimeve që dhe apo dhe mund të jenë të tjera, nuk dëgjohet, nuk ka një bisedë të qetë për një qëllim të caktuar. Dhe kur bëhet thirrja për tryezën, si që bëri Ziadin Sela, në këtë atmosferë, a duhet të ketë një ndihmë nga jashtë që ul bashkë si subjekte politike për ta ul tonin, për ta dëgjuar njëri tjetrin, me qëllimin e vetëm për ta arritur këtë synim. Se kështu thoni të gjitha, këtë synim doni ta arrini. Konkretisht është ky ligj, po në përgjithësi avancimi i të drejtave të shqiptarëve. Ana duhet një ndërhyrje nga jashtë? Unë mendoj se nuk ka nevojë për ndërhyrje nga jashtë. Ne duhet ta kemi përbas vazhdimisht se me këtë veprimtari që mirëmi ne, nuk ka vend për ego dhe nuk ka vend për kalkulime me anë të kategorive të politikës ditore, sepse përgjegjësia është e lartë. 2 vite kanë shkuar të kësaj qeverisje, 2 vite. Dhe subjekti politik që është në qeverisje, të gjithë ato që kanë ndodhur brenda këtyre 2 viteve, i ka shku koha vetëm duke u arsyetuar dhe vetëm duke shpjeguar, duke bërë krahasime me 2005, 2003, 2006. Aleanca për Shqiptarët ka qenë dhe është e gatshme në vazhdimsi për të bërë pjesë e vendimarrjeve cilësore. Nuk është me nënësi, jemi pozitë ose jemi opozitë, kemi dëshmuar vazhdimisht. Kemi thonë që plot arsye ka pas që Aleanca për Shqiptarët mos t'i voton, për shembull disa ligje që kanë qenë edhe mandatin e kaluar kur ne kemi qenë opozitë. Po nuk ka bërë pjesë egoja në vendimarrjen tonë. Motivet e veprimeve të subjekteve tjera politike sinqerisht nuk kam mundësi se si t'i spjegoj. Unë thash që mund të flas vetëm në emër të Aleancës për Shqiptarët. Personalisht ne kemi komunikime me gjithë deputetët, edhe të vlenit. Një pjesë dikush prej tyre ka qenë edhe studenti imi dhe s'mund mos të komunikoj. Pikërisht. Po nuk i di, janë vendimet politike dhe partijake të cilat i morrin ato që për mendimin tim e kanë vështirë të arsyetojnë. Dakor, hajde tani do merremi me ligjin. Do të pyes pastaj më vonë edhe për çështje të tjera që ka të bëjë me Aleancën, me vetë marrëveshjen e Ohrit. Por pse ligjin për juve që e propozon qeveria e zëvendësoni me një propozim ligj të ri? Ne nuk zëvendsojmë asgjë. Po më kupton çfarë desha të them. Pse doni të votohet ligji juaj dhe jo ai ligj? Sepse deri më tani nuk ka pas ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Po. Aleanca për Shqiptarët këtë ligj e ka pas në programin zgjedhor të vitit 2020, duke e ditë peshën dhe rëndësinë e këtij ligji. E para Nazim, nevoja për këtë ligj, mos të harrojmë, është zanafilla, buron nga marrëveshja maqedone-shqiptare. Ne nuk mund ta quajmë ndryshe marrëveshjen e Ohrit, sepse dim kanë qenë përfaqësuesit e 2 partive kryesore maqedone të kohës dhe përfaqësuesit e 2 partive politike shqiptare të kohës me ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar. Dhe s'do mend se ky ligj tenton edhe në marrëveshjen e Ohrit në dokument. Ky ligj tenton të rregullon një ndër çështjet shumë sensitive të raporteve ndëretnike, respektivisht të përfaqësimit të shqiptarëve në institucione. Apo. Dhe sot qeveria deri para disa ditëve ligji ka qenë hermetikisht i mbyllur për opinionin. Nuk i kemi pa, nuk i ka ditë askush, përpos disa eksponentëve qeverisë të cilët e kanë shëtit në Venedik, e kanë pru këtu, kanë bërë konsultime me vetin, ne nuk e kemi pa. Për një çështje që bëron nga një marrëveshje shqiptaro-maqedone, që rregullon një çështje shumë kontestuese, sot çohet qeveria
duke pretendu në majorizim, duke këtë shpërdor majorizimin dhe tenton ta kalon në kuadër të parlamentit të Maqedonisë së Veriut. Ne, po e them, nuk dëshirojmë të zëvendësojmë askënd, nuk dëshirojmë të zhvendosim, dëshirojmë të rregullojmë. Tani zëvendësim në kuptimin është i ke përpara dy propozim ligje. Ti thua mos e votojmë këtë, votoni këtë timin. Ne mbajtëm preskonferencë, e bëm publik ligjin, e dorëzuam parlament dhe i ftoj të gjithë të interesuarit, të gjithë individët, intelektualët, shoqërinë civile, mediat, gazetarët, politikanët, ta lexojnë. Dhe cili propozim ligj, sipas mendimit të opinionit, mendojnë që do t'i realizon, do t'i arrin më mirë qëllimet të cilët burojnë nga marrëveshja e Ohrit. Ligji ka për qëllim rregullimin e çështjeve, nuk ka për qëllim sofistikimin dhe përmes sofistikimit krijimin e mekanizmave pengues. Propozimi i Aleancës për Shqiptarët i përmban të gjitha që nga përshkrimi i qëllimeve, parimet, instrumentet, mekanizmin mbikëqyrës, mekanizmin mbrojtjes, mekanizmin e sanksioneve, gjitha elementet të cilat realisht duhet të përmbante një ligj që nga propozimi deri tek realizimi i përditshëm dhe mbikëqyrja permanente. Hajde tani pak të jemi më konkret. Çfarë e bën këtë ligjin, propozim ligjin tuaj më të mirë se propozim ligji i qeverisë? Pse e bëj këtë pyetje? Se reagimet e para kur e pam propozim ligjin, të gjithë thamë që nuk ka mekanizëm sanksioni. Me balancusin, kishte një mekanizëm sanksioni, duhet thënë që nuk ishte ligj, megjithatë ishte një mekanizëm ligjor që buronte nga disa ligje, e kemi sqaruar edhe në këtë studio. Sigurisht ligji është më i fortë, mungesa e ligjit e pranojmë atë është dobësi, por kemi realitetin sot, siç e shpjegoni ju, keni një propozim ligj. Në propozim ligjin e qeverisë u vure mungesa e sanksionit, pra në qoftë se nuk zbatohet përfaqësimi drejt, nuk kishte se si të detyrohen, nëse mund ta thajmë kështu, institucionet ta zbatojnë atë. Çfarë propozon propozim ligji juaj? Meqenëse se kështu e nisë pyetjen. Të ligjet të cilën e propozon qeveria nuk ka mekanizëm garantues. Nuk ka. Përgjigjja e zëvendës kryeministrit të parë, Bekim Sali, që ata do të jenë garantues të zbatimit të ligjit, s'po di ç'ta quaj. Po quaj ndoshta qesharake me fjalën më të butë, po do të mbetet te ata. Ka disa dallime thelbësore, Nazim. E para, sipas këtij ligji, enti shtetëror i statistikave, ka për obligim ligjor maksimum 6 muaj pasi të jenë fuqi ky ligj, të sjell një vendim për realitetin demografik në vend. E kemi potencuar vazhdimisht. Nuk kemi qenë dhe nuk kemi të kënaqur as ne si Aleancë për Shqiptarët që ne të statusi juridiko-kushtetues dhe politikë i jeni të rregullohet me shifra, me përqindje, me kuota. Megjithatë, ky është realiteti. Dhe ne me këtë propozim ligj po mundohemi të gjejmë instrumente për të përgjigjur këtij realiteti. Pra, enti shtetëror i statistikave e ka për obligim që 6 muaj pasi të jenë fuqi ky ligj të sjell vendim për realitetin demografik. Vendimi për realitetin demografik do të shërben si bazë, si instrument për të cilën të gjitha institucionet do ta kenë për bazë në momentin që shpallin konkurse publike për punësime dhe për avancime. Ky ligj përmban edhe kuota të cilat ne do duhet t'i respektojmë nëse dëshirojmë të realizojmë realisht përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Një digresion të vogël. Merrni një qytet,
ne e morim Tetovën, e morim Goshtivarin, e morim cilën do qoftë. Qoftë policin, qoftë gjykata, qoftë çdo institucion. Nëse raporti i popullatës është 80-20, 80% shqiptar, 20% Maqedonës, pse në polici duhet me qenë 80% Maqedonas dhe 20% shqiptar? Pse në gjykat duhet me qenë 80% Maqedonas ose të tjerë, për shembull, dhe pse shqiptarët duhet me qenë me 5 ose me 10 persona të përfaqësuar? Pra, për atë arsye po themi që vendimi për realitetin demografik do të shërbeje si bazë. E tani, më fal, edhe unë një digresion. Ky realitet demografik, të cilin ju e shpjeguat marrë mbi bazën e shifrave të endit të statistikës, te propozim ligji i qeverisë nuk merret parasysh? Dëgjom. Kjo që e ka dërgu qeveria, për mendimin ton si subjekt politik, që nuk është ligj, që më tepër i përngjan një pamfleti, i përngjan një deklarate që shpreh një vullnet të mirë, që shpreh një dëshirë për ta realizuar në një formë ose në një tjetër një çështje të caktuar. Unë mendoj se ky nuk është ligj për ta realizuar përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Ky më tepër i përngjan një deklarate, një pamfleti, një rezolutë ndoshta që nuk ka karakter obligativ, që nesër pas nesër establishmenti politik, kushdo qoftaj, të thotë që kjo çështje është e kryme, është ligji, nuk kemi çka diskutojmë, mos u mirni me temat kota. Se ne edhe sot kur po flasim, edhe kryeministri edhe gjithë thojnë po, është e vërtet, edhe unë pajtohem që bashkësitë etnike në Maqedoni nuk duhet të jenë përqindje. Po kur kërkon që të largohet ajo përqindje, ata të njëjtën nuk e bojnë. Nuk e bojnë, e refuzojnë. Kështu që mendoj që kjo nuk është ligj, është deklarat, shprehje e vullnetit të mirë për ta realizuar një çështje, po të jeni të bindur që nesër ose pas nesër, nëse kjo kalon, unë shpresoj që të mos kalon, po nëse kalon, kjo do të paraqet një pengesë serioze në këtë drejtim, sepse s'ka kriterin bazë nuk e ka. Cili është kriteri bazë? Kriteri bazë është dimensioni etnik. Jo rastisht e thash në fillim. Marrëveshja e orit ishte marrëveshje mes maqedonësve dhe shqiptarëve. Kështu ka qenë realiteti. Unë këtu nuk shoh as tipare etnike, as tipare gjuhësore, nuk shoh as kriterin territorial, nuk e shoh. Domethënë, nuk e di bile e pash dikun që përfaqësia etnike të ligji i qeverisë faktikisht, përkatësia etnike do të identifikohet ose do të shprehet përmes emrit. Po emri Elmi nuk e ka burimin nga gjuha shqipe. As Nazim, edhe ka shumë emra përmes të cilët as Adrian, nuk e identifikohet që janë të pastër shqip. Domethënë, dhe jo rastisht ne e kemi fut vendimin për realitetin demografik nga regjistrimi të cilën do duhet të jetë enti statistikor. Nuk mundet në zënë të sartë në tekët të ndrojsh identitetin të etnik me një deklarat. 10 konkurse janë shpall, të në 10 konkurse mund me konkuru me identitet ndryshëm. Për atë arsye, enti shtetëror i statistikave, si institucion që mirret me evidentimin e tipareve, etnike, fetare, mosha, gjatësia, pesha, gjithçka, është institucioni që jep atë vendim dhe mbi bazë të atij vendimi institucioni shpall konkurse. Pra, nuk të pyes më për krahasime me ligjin e qeverisë. Tani, te pyetja kryesore e shpjegove në pjesën e parë, por ajo që ndoshta gjithë duan ta dëgjojnë, çfarë propozon ligji kur vjen puna te sanksionet, sepse çfarë ndodhte dhe çfarë ndodh që shpesh çështjet që kanë pas të bëjnë me shqiptarët
janë lënë të parealizuara sepse kanë mbetur në dëshirë të titullarit. Dhe si rjedhoj nuk janë marrë ose nuk janë ndërmarrë hapa ligjor për të ndëshkuar pse nuk është zbatuar ligji, shumë e thjeshtë. Parim më i zakonshëm për ligjshmërinë e çdo ligji. Në këtë rast, propozim ligji juaj, çfarë sanksionesh parashikon që ata që nuk do ta zbatojnë ligjin, çfarë do t'u ndodh? Nazem janë dy nivele. Janë dy nivele. E para është inspektorati shtetëror i punës. Nëse inspektorati shtetëror i punës konstaton që një shpallje publike, një konkurs publik për punësim, konkursi është realizu në kundërshtim me parimet e këtij ligji, inspektorati shtetëror i punës ka të drejtë me automatizëm që ta suspendon shpalljen publike. Praktikisht nuk është mund institucioni ka marrë vendime, po inspektorati shtetëror i punës me automatizëm e shpall të pavlefshëm. Edhe e dyta, dispozitat e kundërvaqjes. Gjobë në vlerë prej 10.000 deri 20.000 euro në kundërvlerë në denar për kundërvaqje do të shqiptohet organeve të pushtetit shtetëror, institucioneve, ndërsa gjobë në vlerë prej 3.000 deri në 6.000 euro në kundërvlerë në denar do të shqiptohet personit zyrtar dhe personit përgjegjës nga paragrafi 1 këtë rast që rregullon këtë çështje. Domethënë kemi dy nivele. E para është inspektorati shtetëror i punës dhe e dyta është kundërvaqja. Kësaj bashkangjitet edhe një seksion në kuadër të ministrisë për administratë publike, seksioni i cili e ka për obligim mbikëqyrjen, përcjelljen e realizimit të këtij ligji dhe realizimit permanent të përfaqësimit të shqiptarëve dhe bashkësive tjera etnike, se ky ligj rregullon përfaqësimin edhe të bashkësive tjera etnike, dhe ai seksion në kuadër të ministrisë për administrimin publik ka për obligim përcjelljen dhe natyrisht përpilimin e raporteve periodike për realizimin e këtij ligji dhe natyrisht me mënyrë taksative se ku ky ligj nuk po zbatohet dhe ku po has në pengesa. Po ashtu në kuadër të parlamentit parashifet një trup, po parlamenti sigurisht prodhon edhe trupa politik, apo për mbikëqyrjen e mbarvaqjes së këtij ligji, zbatimin. Nëse e shikojmë kështu, pa diskutim, dua t'ju pyes edhe diçka për ligjin, por dua ta lidh me gjithë këto detaje që ju i jepni. Nuk mendoni që nëse ishte diskutuar ky projekt ligji edhe me maqedonasit, edhe me subjektet politike maqedonase, do të kishte më shumë sukses? Pse e bëj këtë pyetje? Sepse mund të prodhohen propozim ligje sa të duash, por nëse nuk i ke votat në parlament, do të mbesen në letër vetëm. Ndëgjëm, ne nuk, fatkeqësisht, nuk kemi pa gatishmëri nga shumica qeveritare për të ullë dhe për të diskutu. Jo rastësisht e përmenda burimin e këtij ligji nga marrëveshja e Ohrit. Kjo është edhe një dëshmi se për një ligj me sensitivitet të lartë për marrëdhënien ndëretnike nuk e kanë pa të arsyeshme as të konsultohen as diskutohen. Rasti tjetër, kanë ardhur në parlament ligji për vetë qeverisje lokale. Nëse ju kujtohet, ligj përmes të cilit u zvoglua numri i këshilltarëve. Po. Numri kryesisht të komunat shqiptare. Dhe dini çka ka ndodhur? Ligji ka ardhur në parlament. Ne kemi debatu, kemi kontestu. Para atë ligj është dash badenteri. Kur e ka pa qeveria që nuk e ka badenterin, e ka tërheq ligjin dhe me vendim të qeverisë është zbatuar rekomandimi. Me vendim të qeverisë. Domethënë, popullata jo rezidente që ka buru nga regjistrimi është eliminu
dhe numri i këshilltarëve është zvoglu, dhe vetëm numri i popullatës rezidente tash është marrë edhe si kriter për, ja ta morim shembull që një pjesë të borxhit hungares që qeveria para zgjedhjeve lokale u është përndau komunave. Pra, nuk janë të gatshëm për diskutuar, ne jemi të gatshëm. Edhe për këtë ligj, edhe për çdo ligj, ne jemi të gatshëm. Dakor, do t'i kthejmë skenës politike. Çfarë tjetër sipas jush, sipas këtij propozimi ligjit të ri që ju e propozoni për përfaqësim të drejtë, do duhet të theksohet që opinioni ta ketë parasysh. Se realisht jo të gjithë njerëzit i lexojnë ligjet, tani për hir të së vërtetës. Megjithatë, çfarë do të prodhoj tjetër, sepse e tham punën domethënë bazën ku do të bazohet ky ligj, pra që është shifrat, gjithashtu kuotat, ka sanksione. Por çfarë tjetër do t'i thonit ju qytetarëve që duhet të kenë parasysh që ky ligj është më i mirë se ai i qeverisë? Nëse do të mundohem natyrisht shkurt. Po. Ky ligj ka për qëllim eliminimin e diskriminimit gjatë punësimeve. Ky ligj vendos si kriter përkatësinë etnike dhe gjuhësore, të cilët institucionet që bëjnë shpallje publike janë të obliguara ta theksojnë. Apo, ky ligj rregullon përfaqësimin proporcional në bazë të realitetit demografik të qytetarëve. Ky ligj përmban qëllimet me të cilat pretendon të arrin ky ligj. Ky ligj ka në vetvete parimet që duhet t'i respekton edhe ligji, po dhe institucionet gjatë zbatimit. Një shkëputje të vogël. Neni 5, faktikisht paragrafi 5 i nenit 5, ku kanë të bëjnë parimet. Po e lexoj për hir të dëgjuesve, sepse vazhdimisht po i ndëgjojmë meritokracia, po kush jetë ti me vlerësu meritokracinë e bashkive etnike? Janë kriteret, janë institucionet. Pse periodikohet që nuk ka shqiptar që i plotësojnë ose antar të bashkive tjera etnike që nuk i plotësojnë kriteret profesionale. Ne paragrafi 5 i nenit 5 thot: zbatimi i masave për përfaqësim të drejtë dhe edukat nuk duhet të rezultojë në punësim ose avancimin e një personi që nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për vendin e punës. Do të thonë, po është vërtet, duhet i bashkive etnike, po nëse nuk i plotëson kriteret profesionale etj, ky ligj nuk thot me patjetër, po përkundrazi, edhe ky ligj e potencon në masë të madhe edhe karakterin profesional. Dobësia më e madhe e balancuesit. Edhe dy momente, se më pyete isha duke i numëruar. Më fal. Ky ligj ka edhe dimensionin mbikëqyrës institucional, përcjellës në vazhdimsi. Ky ligj ka edhe aspektin e sanksioneve që është shumë i rëndësishëm, ka seksionin përfaqësim të drejtë dhe adekuat në kuadër të Ministrisë për Administratë Publike, ku janë të përshkruara kompetencat në mënyrë taksative të këtij seksioni dhe jo në mënyrë paliative, dhe ky ligj paraqet nevojën e raporteve vjetore ose raporteve periodike nga institucionet përmes të cilave realizohet mbikëqyrja. Mendoj që janë të përfshira të gjitha institucionet, qoftë Inspektorati Shtetëror i Punës, qoftë enti shtetëror për revizion që prodhon vendimin për realitetin demografik, qoftë Ministria e Administrimit Publik, qoftë gjykatat përmes kundërvajtjeve. Domethënë është ligj gjithëpërfshirës që përmban të gjitha elementet që nga shpallja e vendimit deri te realizimi dhe mbikëqyrja më pastaj. Ja, një pyetje këtu, se ishte tamam një përshkrim se nuk mund të shkojmë nen më nen. Një nga dobësitë më të mëdha të balancuesit ishte që në qoftë se nuk kishte një shqiptar ose një maqedonas që i plotësonte kushtet ose një etni tjetër, dhe balancuesi thoshte që në këtë vend pune duheshte të ishte personi me këtë përfaqësi etnik, konkursi dështonte. Dhe kjo bë problem, aq sa nuk punsoheshin më të mirët e duhur,
sepse nuk ekzistonin të etnisë tjetër, por njëkohësisht e krijoi edhe atë momentin ku përfaqësuesit e ndryshëm etnik e ndëronin etnin për tu punësuar. Që pyetja ime është, në qoftë se nuk ka një Maqedonas, një shqiptar, një turk, një çfarë do lloj në atë vend pune, do dështoj përsëri konkursi apo do shkoj i dyti që është më i miri. Pra do ta marrim parasysh më mirë funksionimin e institucionit apo me çdo kusht do ndërhyet, do të kërkohet të merr parasysh etnia. Qëllimi i ligjit është eliminimi i diskriminimit. Qëllimi i ligjit është që përkatësia etnike e shqiptarëve, turqëve, romëve, e maqedonëve mos jetë pengesë për realizimin e të drejtës punës. Mos jetë pengesë. Ka ligji të përshkruar kritere dhe potencova Inspektorati Shtetëror i Punës, nëse konstaton se është realizuar shpallja publike në kundërshtim me kriteret krejt shqiptarë me u punësu, hipotetikisht po flas, Inspektorati Shtetëror i Punës ka drejtja anulloj konkursin publik. Pra, nuk ju kemi qas dhe askush mos të qaset kësaj çështje me prejudikime se ky ligj po i galvanizon konkurset publike duke e marrë për bazë vetëm kriterin etnik. Nuk është ashtu. Jo rastisht e përmenda paragrafin 5 të nenit 5 i cili i diskuton parimet. Dakord. Në minutat e fundit dua të pyes pak ta kalojmë çështjen në terren politik. A mendoni që ndoshta që ky propozim ligj do të krijojë tensione të reja në shoqëri? Pse? Sepse mund të interpretohet nga pala maqedonase dhe subjektet politike maqedonase si një kërkesë dramatike përsëri e shqiptarëve. Nga ana tjetër do të shohim qeveritarët në përgjithësi që nuk do ta pranojnë propozim ligjin, duke thënë se kanë ata një të tyrin. A ka hyrë Maqedonia në një tension të rindër etnik? Nazim, fatkeqësisht ne disa gjëra dhe kemi paralajmëruar. Kjo frim ka filluar që para zgjedhjeve parlamentare të 8 majit vitit 2024 dhe të gjitha ato që po i shohim në vazhdimsi janë sekuenca të një platforme që titulloheshte Maqedonia përsëri e Joqja dhe Maqedonia përsëri krenar. Dhe ne çdo ditë jemi dëshmitar se në zbatim praktik se ku ishte qëllimi i këtyre sloganeve parazgjedhore. Mua më kujtohet fort mirë, besoj edhe juve dhe opinionit që më njëherë pas zgjedhjeve në një tubim, domethënë kur u formoi qeveria, u ndajtën dikasteret e kujdune, kryeministri deklaroi se arritëm të kthejmë 2/3 e pozicioneve të humbura. Shtrohet pyetja, ku i ktheve? Ku i more dhe ku i ktheve? Dhe s'do mend se aludimi është që, domethënë, i ke marrë, kanë qenë shqiptarë ose të përkatësive tjera etnike dhe tash janë kthyer te maqedonët. Edhe ligjet që po vinë në parlament, mos harroni në parlament e përmenda ka ligji për veçeverisjen lokale, ka ligji për shkollat e mesme, ligje tjera që i tangojnë marrëdhëniet ndëretnike, që kërkojnë badenter, që kërkojnë kompromis, po që nuk është profili i njëjti. Dhe të gjitha këto përsërish janë sekuenca të një platforme që po i ndëgjojmë ne edhe eksponent të politikës maqedonase që edhe nuk e mshefin tendencën e tyre për karakterin e shtetit. Të gjitha këto, edhe ligji për gjuhën shqipe, unë mendoj që janë këmbgulje që shteti mos të flasë edhe shqip. Shteti mos të flasë edhe shqip, po në farforme shteti të trajtohet si shtet i maqedonësve dhe i të tjerëve. Por realiteti e demanton këtë tendencë për shkak se pra ju thoni që kemi hyrë në një tension ndëretnik, po çështja është pyetja rreth natyrshëm, jo që nuk është bërë 100 herë, po
Po përfaqësuesi shqiptar në qeveri nuk e shohin këtë realitet? Dëgjoj, unë në fillim, pas insistimit tuaj e thash që çdo gjë që po ndodh, shqiptarët në qeveri po bëjnë përgjigje atyre retorike është, po çka keni bërë që 20 vjet. Do të mbetet vetëm aty, po mos të përsërit. Dëgjoj, ka me kujdi, ashtu po krijohet përshtypja, nuk dëshiroj. Nuk dëshiroj që ta ashtu. Po pyetja pse përsëritet disa herë është nëse janë marrëdhënie ndëretnike kaq janë problematizuar edhe ka kaq shumë tension, edhe ata do ta pasojnë, se ata janë shqiptarë tonë në fund të fundit. Nuk mund që një pjesë të përfitojë, ndoshta një pjesë e vogël po në përgjithësi si popullsi, nëse ligjet nuk sillen, nëse nuk mbrohen, nëse devalvohen, të gjithë do po flas edhe personalisht, Nazim, mund të pyetni edhe deputetët e Vlenit. Unë personalisht kam komunikuar me ta për shumë çështje, kam diskutuar me ta, edhe kam shprehë gatishmërinë tonë që unë i përmendja edhe me emra, po nuk është korrekt. E qartë, jo, flasim tani në përgjithësi, po. Dhe kur kam folë, nuk kam folë në emrin tim personal, po kam folë në emrin e subjektit që përfaqësoj, edhe ju kam thënë nalnu se nuk është në rregull, nuk është në rregull. Unë jam ekonomist, apo personalisht edhe gjithë qytetarët e dinë këtë gjë, se nuk ka një mundësi të jetosh këtu dhe mos t'i shohësh gjërat. Por megjithatë vendimet politike merren me diktat tjetër. 3 herë kam parashtruar pyetje. 3 herë kam parashtruar pyetje në institucionin pyetje të deputetëve ndaj ministrit të ekonomisë zotit Besar Domishi. Dikush thot 250 milionë euro, dikush thot 500 milionë euro u janë shpërndar kompanive. Dëgjoni, parët mia edhe tuat. Dhe ne nuk e dim cilat kompani i kanë marrë ato pare. Dhe unë parashtroj pyetje deputetëve 3 herë në parlament. Ministri nuk vjen aty, përgjigje nuk ka dhe kurkush nuk e di se ku kanë shkuar ato pare. Domethënë, u mundova të lidhi gjërat. Mendoj që pa fuqia politike e përfaqësuesve shqiptar të Vlenit buron nga mungesa e legitimitetit. Atë që e thatë në fillim, do me thënë e gjitha është aty. Kretë në fund, edhe disa pyetje kam kretë në fund. E para fare, edhe t'i kthejmë pak ligjit. A do ta mbështes BDI-a këtë propozim ligj? Ne ua kemi dërgu të gjithë subjekteve politike, të gjithëve, dhe këtyre ditëve presim... Nga ende s'ka një përgjigje. Presim, po, ka qenë festa. Dakor, do të them po mendoj që po, se s'kan arsye mos me mbështet. Dakor. Por kështu zyrtarisht nuk ka ende një gjë. Edhe në fund, është e qartë se ju e mbështesni marrëveshjen e Ohrit. Ju referove disa herë, por debati madh me gjithë këto krizat dhe tensionet e mundshme, sido që i interpretohen, është nëse është lëkund marrëveshja e Ohrit ose jo, dhe nëse po krijohet një atmosferë për të krijuar një marrëveshje të re, e cila pastaj nuk e dim se çfarë do prodhoj, mund të jetë më mirë dhe më keq ndash për njërin ndash për tjetrin, por gjithsesi kjo është ajo që duket disi në sipërfaqe. A është për ju themeli i kësaj Maqedonie ende marrëveshja e Ohrit? Marrëveshja e Ohrit është një dokument ndërkombëtar që e solli paqen. Më e rëndësishme se sa dimensioni legjislativ, mendoj unë, nga marrëveshja e Ohrit do duhet ishte fryma që tentonte ta prodhonte marrëveshja e Ohrit. I përmenda në fillim që 3 çështje të marrëveshjes së Ohrit. Gjuha shqipe, përfaqësimi drejt dhe adekuat dhe decentralizimi fiskal. Mu tregoni cila prej këtyre po gjen zbatim. Përkundrazi të trijat po kontestohen. Po të kontestohet gjuha, po të kontestohet jo në mënyrë të drejt për drejt, po të tentohet përmes një ligji të krijohen mekanizma pengues dhe decentralizimi fiskal. Maqedonia e Veriut është vendi më i centralizuar në Evropë. Dhe te ligji për veçëverisje lokale, i cili nuk kaloi u tërhoq, po ta lexoni ligjin. Ai ligj është i destinuar për centralizim, jo për decentralizim. Kompetencat barten nga komunat barten tek ministri i pushtetit lokal dhe të qeverisë respektivisht kryeministri. Pra,
Mendoj që marrëveshja e Ohrit është godit, tendencat për të godit marrëveshja e Ohrit po i shohim çdo ditë, po shpresoj se do të gjeje politika, subjektet politike do të gjejnë kapacitetin vetvete për të tejkalu këtë çështje. Pra ju e shihni ende themelin e këtij shteti. Dëgjoj, çdo ditë ne jemi në test. Edhe marrëveshja e Ohrit, për këtë që thoni dakord, domethënë interpretime që jashtë lëkunde jo. Po është baza. Edhe marrëveshja e Ohrit çdo ditë po testohet. Po. Çdo ditë testohet a është modeli real, funksional për rregullimin e temave që na takon gjithëve. Dhe unë nuk kisha dashur që të dështon. Dakord. Në fund dua të merrem pak për aleancën për shqiptarët, në çfarë kuptimi, pjesë e Vlenit, të cilin ju e kritikoni, janë dhe zyrtarë që e përdorin këtë emër. Sigurisht që për një pjesë të opinionit, Aleanca për shqiptarët në një kohë shiheshte si alternativa e duhur e BDI-s, me gjithçka çfarë ndodhi, e dim historinë. Por par nga një distancë, me që edhe disa muaj s'ke qenë në publik, dhe i shohim këto lëvizjet, ndryshimet, përçarjet e reja, ministra, zëvendës kryeministër që shkon në punë, nuk shkon në punë, ministër tjetër që është i shëndetësisë, pra që thiren me aleancën. Si e shikon fatin e aleancës për shqiptarët? Nëzim jo i thatë të gjitha. Aleanca për shqiptarët ishte një subjekt i madh politik, i cili, e them me përgjithësi, në gjirën e saj kishte një numër shumë të madh të intelektualëve, të profesionet ndryshme, të cilët dhanë kontributin e tyre në ndërtimin e asaj aleance që e ka pa opinionin. Qoftë në dimensionin strukturor, qoftë edhe në dimensionin e platformës dhe të programit. Me përgjithësi të madhe e them se ka marrë pjesë vetë në krijimin e programit, Aleanca për shqiptarët e ka pas programin më konkurrues ndonjëherë dhe më profesional ndonjëherë nga partitë politike shqiptare. Kjo që i ndodhi Aleancës për shqiptarët, kjo nuk ishte vetëm dëshira Aleancës për shqiptarët, nuk ishte. Po megjithatë ndodhi, gjithë shokët tuaj. Kjo po, kanë qenë shokët tonë, një pjesë janë ende shokët tonë. Kjo ndodhi si rezultat i asaj që grupacioni i udhëhequr nga zoti Arben Taravari e bëri para zgjedhjeve të 8 majit. Dhe mu vjen njëkohësisht vjen keq për atë që ka ndodhur, po dhe vjen mirë se zoti Taravari me gojë vet disa herë në përparaqitje publike ka pranuar që ka gabu dhe në një farë forme dhe ka kërku falje tek qytetarët për atë që e bëri. Sepse tash shife jemi në pozicione të njëjta thuajse, po ajo që ka ndodhur në Aleanca për shqiptarët kalon pasoja. Ne konsiderojmë, e tham me përgjithësi, e tham me obligimin edhe të antarit, edhe deputetit, edhe qytetarit se vazhdimësia ideologjike, vazhdimësia programore dhe vazhdimësia politike e Aleancës për shqiptarët jemi ne këtu që udhëhiqemi nga zoti Zjadin Sela. Besoj se qytetarët e kanë pa dhe ne po e dëshmojmë çdo ditë të njëjtën. E vërteta është se jemi të lënduar, por nuk jemi të dorëzuar. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë këtë subjekt politik, këtë ide politike dhe të tjerat varen nga qytetarët se sa do të na përkrahin, sepse çdo gjë në demokraci varet prej përkrahjes. Pikërisht këtu doja të dilja, e dëgjuam zotin Taravari me deklarime të tjera të forta, duke dhënë vlerësime për politikën, për zyrtarët e politikës. Por nisur nga gjithë kjo çfarë ka ndodhur, që edhe ju e përmendët, pra nëse presupozohet që e marrim si fakt atë që tha që ka kërku falje, ose apo ka justifikuar, ose është në të njëjtën linjë kur e bën kritikën kësaj qeverie,
Në qoftë se kishte zgjedhje, do të përfitonit ju më shumë apo zoti Taravari? Për Beznazim, kur nuk i kemi trajtu këto çështje nga politika ditore. Sepse këto pozicioni i partisë, raportet brenda partisë, kanë bëjnë ekskluzivisht me politikën. Ndërsa kuptuat, unë më shumë fole për politikat publike. Jo, e qartë. Jo keni punu sa e diun në Londër, edhe deni dallimin politics edhe public policy. Edhe policy. Politics and policy. Në Shqip është pak problem për ta shpjeguar. Politike dhe politika. Politika dhe politike. Politika ka të bëjë me këto çështje që po diskutojmë. Kështu janë përkthyer në librat shqip. Dakor, ju insistoni aty. Do t'ju pyes megjithatë, kur i shikoni shokët tuaj që thatë që disa i keni ende që nuk i keni, si Azir Aliu, Arben Fetaj, që megjithatë ishin figurat e Aleancës për shqiptarët në pozicionin ku ju i kritikoni aq fuqishëm. Si ndjeni për ata njerëz? Çfarë do t'ju kishte thënë në fund të fundit? Nuk e shohin ata realitetin siç e shihni ju, me që e kishit të njëjtin motiv, të njëjtin frym politike, të njëjtin kauzë. Dëgjoj, ne i shohim një pjesë të madhe të tyre, ne i kemi taku dhe i takojmë, dhe ftesa ime gjatë takimeve me to ka qenë hajdeni të shtëpia juve, ta forcojmë shtëpinë tonë, ta ringrisim shtëpinë tonë dhe të bëhemi më të fortë për pozicionet e tona. Të bëhemi më të fortë për Aleancën për shqiptarët. Hajdeni të ndërtojmë Aleancën për shqiptarët. E thash në një moment këtu se egoja, unë mendoj që të gjithë ata që mohojnë këtë realitet e kanë humbë sensin ndaj çështjeve kolektive. Këtë në fund, sepse për Azir Aliun pak a shumë është e qartë, po Arben Fetaj apo kam përshtypjen dihet që është fati, dihet cili do jetë fati i tij, do ta kishit pranuar, se Taravari nuk e pranoni dot. Është e qartë, ky zyrtari tjetër është ministër ende, por me që fati i Arben Fetajit përmendet shpesh, do ta kishit pranuar të rikthehet në Aleancën për shqiptarët? Ne me 31 maj e kemi kongresin e partisë. Po, pikërisht këtu do dilni. Pas kongresit partisë, çdo kush që vlerëson se duhet të bëhet pjesë Aleancës dhe mund të jep kontribut në kuadër të Aleancës është i mirëseardhur. Dakor, por kjo nuk është thjesht një thirrje për elektorat ose për antarësi të zakonshme. Megjithatë kanë qenë figura që kanë dalë, ka pasur përplasje, mos pajtim, kritika, jeni pajtuar, se jeni pajtuar, e dim historinë. Në këtë kontekst po pyes. Sinqerisht Nazim, personalisht as vet nuk e di se ku do të përfundoj në kuptimin e organizimit hierarkik të partisë pas kongresit. Atëherë me pyetjen e fundit dhe këtë e mbyllim, te kongresi çfarë do ndodh? Do ndodh kongresi, si do të regjistrohet emri, cila do të jenë dy specifika, do t'i lëm sigurisht çfarë do ndodhi, por me që të kemi këtu. Ne në kongres shkojmë me Aleancën për shqiptarët, dhe pastaj do ta shohim punën e kongresit. Ka mundësi që në kongres të ndodhë që Aleanca për shqiptarët të ndryshon emrin. Kjo mund të ndodhë, apo? Mund të ndodhë, varet prej kongresit, nga Aleanca për shqiptarët të shndrohet në lidhja shqiptare që ndoshta janë edhe sinonime. Po, ndoshta është emër i ngjashëm, megjithatë bazën do ta ketë të njëjtë. Ideologjikisht nuk besoj që do ndryshojë shumë. Thashëm, vazhdimësia jemi ne. Atëre Elmi Aziri, këtu do ta përmbyllim. Sigurisht mund të vazhdojmë edhe shumë më shumë. Juftoj në kongres. Por do ta ndjekim kongresin dhe sigurisht gjithë zhvillimet që do të prodhoj propozim ligji për përfaqësim të drejtë. Realisht kënaqësi që ishe këtu, edhe që bëjmë një bisedë edhe shpjeguese, edhe personale, por sidomos fokusi tek propozim ligji. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë podcast, sigurisht do të vim sërish me ju vetëm pas disa ditësh, por deri atëherë mirupafshim.